O Edi Rama, o më kërma e politikanëve që ekziston, o njeriu më i fëlliqur që ka pasur kjo tokë shqiptare ndonjëherë. Dhe ta them unë që të njoj që kur kam qenë që urej që në 16 vjeç, se të kam kushuri, çfarë janë këto pislëqe që thua më, dëgjoni pak çka ka thënë. Pastaj më hidhen mua pse thot Edi Rama gjysma e burrave janë çyryk. Se për mua kush shkon në Kënet është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën do nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Po si mundesh mo të krahasosh ata që nuk të votojnë ty që kanë gjithë të drejtën e botës mos votojnë me fëmijët autik. Po sa miq kemi, sa shok kemi, sa të afërm kemi që vuajnë nga këto shqetësime dhe e kanë një barë të rënd që vetë ata shpirti tyre e di se sa e vuajnë. Si mund të krahasosh me fëmijët autik? Po çfarë janë fëmijët autik? O fëllisir njeri, o që s'deshet ja dije ndonjëherë për gregun tënd deri 18 vjeç, dhe s'do t'ja dish as për familjen tënde dhe as për fëmijën tënd, dhe s'do t'ja dish as për fëmijët autik. O Edi Rama, si ka mundësi më, si ka mundësi të jetë kryeministri një vendi një fëllisir si Edi Rama që thot këto gjëra. O shqiptar, ngriuni, vini mendjen kokës, qa duroni akoma, qa duroni këtë pler që thot këto gjëra, që ju talë çdo ditë, një ditë nudo, një ditë me autizëm, një ditë thot qyryk. Kaq popull bagti pas kemi qenë, po pas kanë qenë të mallkuar shqiptarët në fitoft më Edi Rama në këto zgjedhje tani.